unë ju kërkova dhe ju gjeta për t'ju dëgjuar, po unë vetëm për t'ju dëgjuar se unë ç'të bëj me dijet tuaja në ministrin e Ballukut, se si di ç'emër ka tani. Ju kanë marrë ndonjëherë juve? Kur? Po mira jo, po s'ka marrë ky bujqësis. I bujqësis? Ti të bujqësis, jo këti atje është tash. Atje një grua. Po, ka qenë gra. Atje, që ma me në emrin, po një grua tjetër, dhe më thot një shoku im, ambientalist, po ishi e snaf. Thot, i thash asaj ministrit tha që të marri ty këshilltar, tha, për të probleme, tha. E di si ma ktheu, tha. A e ministri, tha, a tha plej do marrun këtu, thot. Se i tha, këtë mosha kështu plej do marrun këtu. Por ama, unë ka qenë këshilltar, kur ka qenë ajo Ingrid Quli, ministre të transporti. Sa isha ajo ministre, ajo pam njohur, po më njifti shoqi. Nuk doja të vinë, punoja në shtetë, më ishe bërë në neveritë shteti kuptim në asaj, edhe ati, më fund vajta. Ati, po ajo më ka respektuar, nuk më fliste në emër. Më folë në emër, i thashun, nuk ka shoj, jo tha. Do të klasë që fletë burë im, thot. Po, do të thëmë, kam qenë këshilltarun për atje. Edhe ajo më ka djuar këshu. Disa herë, kam prishur plane. Atje duke marrë me vetë ajo. Se ajo, si që inxinjere, kuptim. Po, s'kishe inxinjer të vjetët me eksperiment. Tani, ju sa morët përsi për hidrovorin, eri, kush e ka bërë atë, duke e ditur që s'doja dilte? S'kuptoj. Hidrovorin e Porto Romanos, kush e ka bërë? Projekti që është bërë aty është projekt shqiptar. Po. Projekti që ai që është zbatuar, projekt shqiptar. Aty ka pasur projekt italian, po italian e kishin dhe një hidrovor të ure Dalanit. Dhe sovjetikët po ashtu. Shqiptarët e ndryshon vën atje. Po para italianëve ka djenë një në luftën kundër malaris, kohën e zogut, malaris, dhe aty është instaluar ca, si thonë të farfalla, që punojnë në mënyrë automatike me nivellet. Ai lejon të futësh ujë i detit dhe nuk e lejon të ujnë të shumë tikti. Dhe kneta ka qenë me kash, ka qenë ashtu. Me këtë vepër, ajo u kthye e kripur kundër mushkonjave. Kjo është e luftër kundër malaris. Atëre, si mund ta përmbledh Rockefeller e ka bërë. Durrësi që është i mbytur sot. Del kryetare e bashkisë, tani çfarë do bëj, thotë jam në kryet e emergjencave. Nuk është kjo që kemi nevojë, ti je në kryet e emergjencave. Ajo që kemi nevojë ne është çfarë do bëhet me Durrësin që të mos përmbytet prap. Do të thënë, mund të bëjmë ndonjë gjë me Durrësin siç ka ardhur punët? Kam mendime edhe në këtë situatë, kam mendime. E para është që siguria e hidrovorit, siguria e tërheqjes ti duhet rritur. Siguria e tërheqjes. Se këtë qytet. Po. Letë hapen, ne kemi normaton, letë hapen normaton dhe literaturët huaje, këtyn i trajtojnë të qytetet rrethura me, rrethura. Ama hidrovori dhe jetë me sigurit ma, jo vetëm si prurje, por siguri makinerish. Mund t'jetë dy njitër me njëri ti që s'punoj këtë punoj. Pse është qytet? është bërë qytet. Gjithë Durrësi. Janë bërë ndërtime institucionet të nësja. Aty dhe burgu. U mbyt burgu. Pse u mbyt burgu? U mbyt burgu. Po, se është aty në Kënet. Është në Kënet. Po mirë, si bëhet burgu në Kënet? Këto janë absurditete. Më thonë ju, po unë që kam jetuar 30 vjet me këto gjëra. Dhe qa me ndonit kur i shikonit? Mua më pikon mëj, kur i shikoja të gjëra shu. Se ka zgjidhjet tjera. Zgjidhjet tjera. Dhe njëri, mos i futës që aty në fush. Kur? Po jashtë. Futi, po jashtë. Jo aty. Aty si bombë. Dhe shumë. Ajo plas, nga momentin moment. Ajo një ditë o plasi, da me thënë. Edhe, më dhe thënë, unë mbytën 800 shpi, aty janë mbytur. Thonë për Durrësin, aty janë mbytur. Edhe në Shkozet. Shkozeti, dikur ka qenë një fush për tek tu, në shpi. Më shumë qamë, më kuptimin e saj. Se ishe, po qali ishe gjë kështu. Ajo u bonifikua, u bë kanalet, pa ajo u bë bonifikim i tokës bujqësore. Jo kanalizime për ndërtime.
Kur ti e kthen në ndërtime, bën ndërtime, sasia e ujit nga tokë bujqësore ndryshon nga 2 herë, se bëhet beton. Po. Rrjedh më shumë, po se kam bërë këtë punë. Edhe aty mbytet ajo aty. Në kuptimin e asaj e ka njeriu, po themi ne që e bën këtë punë, njeriu ja bën vetes. Ja bën vetes, por kjo është që thonë asaj, peshku qelbet nga koka. Dhe presioni nga lart poshtë duhet të jetë konstruktiv. Që të zbatojnë rregullat gjitha të kushte teknike, rregullat e ligjit. Po nuk është gjithmonë kjo punë. Nuk është gjithë kjo punë, dhe unë e ndjej këtë punë. Po, më vjen shumë keq. Për dënë. Kështu është Lezhë, kështu është Vlora. Po Vlora, pse përmbytet Vlora? Vlora, dikur, ka pasë një hidrovor për mbledhur ujërat e kanalizimeve të qytetit. Po qyteti ka qenë. Po, që i vogël. Pas 24, aty u fuqizua hidrovori, aty janë bërë të tjerë, u hidrovori, por ama mori masa që kodra mos vijë aty. Kodrat. A, kuptoj, uji kodrave jo. U bë një kanal, dhe ne quajmë ujërat lartë, se ujërat mëdhaja do më thënë. Ku është kanali në Vlorë? Ku është kanali në Vlorë? Nuk duket tash. Ai është bërë një pjesë të ujit e hedh te ujë ftohtë dhe një pjesë hedh te narta. Gjitha ujërat e kodrat nuk vijnë në qytet. Po. Shkojnë aneja, se kjo e Durrësit. Ai është projekt shqiptar. Dhe ka bërë një inxhinier me eksperiencë shumë të madhe, një italik që ka mbaruar ai. Ka vdek tash. Edhe nga kala e Beratit. Edhe, po tashi, se ekziston. Është mbushur me ndërtesa, ku diun... Do me thënë, aty u lejua të ndërtojnë mbi kanal dhe ata i legalizuan ndërtimet në kanal. Do me thënë, kanë legalizuar, ju që po mbyteni me firmë, do me thënë, të legalizimit të mbytjes. Sepse tani vetëm po ju mbyten shtëpit, po një ditë aty do vdesin njerëz. Kjo është e sigurt tashmë. Aty përveç shtëpive mbi kanale, ku dy janë bërë dhe sipër shtëpia, janë populluar. Është populluar, po popullimi thamë, po bëra të shtëpia, ti rrit rrjedhjen. Se janë beton. Rrit rrjedhjen aty. Po ata tëra vend në qytet. Nuk është ajo e atëherë që para lufte. Para luftës dytë, po themi. Jo, me gjitha të kam përshtypje, nuk është kjo arsye. Kjo është arsye që mbytet tani gjithmonë Vlora? Kjo është arsye që mbytet Vlora tani? Vlora mbytet me një pikë shi, i thonë, sa tashi, për arsye se vinë ato. Vinë ato, dhe s'kan ku vjen ato. Ato janë qytet. Po. Po, të vinë ato aty. Që mos mbytet Vlora, ato kanalizimi aty, duhet të jenë tunelet mëdha. Duhet të tunele që të marrë ujë atje. Dhe ai hidrovori atje, se nuk i merr deti ato. Ai hidrovori duhet shumë herë më i madh atje. Por aere se bësh krahasimi teknik e ekonomik për këtë bonifikën. Jo, këtu tham mendja mua edhe ajt. Do atje pa u vendosur ai kanali. Pse bën një kanal? Është kanal, bën kanal dhe ai të shpëton. Ndjes të them diçka për publikun, atë që unë mendoj, mund ta kem gabim, unë nuk e di se si bëhet tani në Itali, në Francë, në Gjermani, po unë jam e sigurt për një gjë. Po vazhduam, kështu do mbydemi të gjithë. Kam frikë se po. Unë jam dhe qikë si vlonjat se gruaja ime ka lindur Vlorë. Do mbydemi të gjithë, jo vetëm në Vlorë, po edhe në Durrës edhe në Tiranë dhe gjithandej. Në qoftë se vazhdojmë, nuk i rihapim institutet dhe mund të mos marrim përsëri zotin Goga, në qoftë se ministri thot më duket në moshë ai, se i duan të rinj patjetër, po le të gjejnë të rinj, le të gjejnë këshillues të inteligjencës artificiale, le të marrin këshilltar që nuk i kanë kushërin farefise dhe për të bërë ndere, sepse do mbytemi të gjithë. Dhe kjo është pak po e sigurt. Sa më shumë të dëgjosh një njeri që di, aq më shumë kupton çfarë krimesh mjedisore ka bërë ky vend në emër të ndërtimit dhe legalizimit të ndërtimit në vendin e gabuar.